numri i votuesve në Shqipëri është diku ke 1.7 milion. Ju drejtohet si janë gjysma e popullsisë që votojnë, e popullsisë aktive që votojnë. Absolutisht jo. Ta mbaroj. Apo të kam parë të takime kur ju thua të rive që afrohen ose fëmijëve, hajde ke gjyshi, Sali Berisha është bërë më i ndjeshëm ndaj tyre? Apo ata janë shtresa sot, më nevojë që kanë nevojë për absolutisht jo për atë. Por 2005-2013 e kam gjetë pensionin minimal 36 euro, e kemi bën 82 euro. E kam gjetë pensionin mesatar 90 euro, është bërë 123 euro. Pra, sigurisht, unë nuk arrit ta konceptoj, kur ti ke buxhetin, ti ke detyrë t'ja u kthesh qytetarëve taksat, se në part e tyre. Dhe, Mali Zi, Maqedonia, Serbia, pikërisht se kanë ndjekur këtë rrugë, ka rrit rrogat, ka rrit pensionet. Merë Rumaninë. Rumania ka patur rrogën minimale 166 euro. Kur ishim me ne, e jona 220. Sot Rumania e ka rrogën nga 830 lej, e ka rrogën minimale 330 lej. Pse? Sepse buxheti ndahet një pjesë e mirë ndahet për qytetarë. Këta ka Shqipëria para për këto pensione që premtoni? Si s'ka. Qofse po ikën fuqia punëtorë, dhe nëse gjithçka kalon ke pensionet, ikën kolaps ekonomia. E di 8 miliard. Po dhe sikur 2 miliard ti ashu, të mbeten 6 miliard. Po unë, fali minut, me 4 miliard kam patur, se unë ne kemë pas taksat ulta, këta e dy fishur, ne 4 miliard. Të tuam gjithë ato rrugë, rrëtën dy fishur mrojë, po sigurisht po të ekonomizohen, po të mos vidhen, po të mos përdorohen, ka pa diskutim. Pasi diskutim. Ju thoni... Pare mentor vetëm se një ndërhyrje, se këtu ka pak një kontradit. Ju thoni që me kaq para në dispozicion bëhen. Pa keni plan të ulni taksat. Si do vijnë prap këto para në dispozicion, nëse ulni taksat? Ulën taksat. Jo do marr më pak, jo prit. Priti, jo them unë ju. Jo nuk marr 8 miliardë. Jo më do përgjysmoj taksat. Ne do përgjysmojmë taksat, zotëri. Pa diskutim. Do i lam parat atyre që të pyojnë vend në pune, që të punësojnë. Dhe ne me ato, po me sa e pata, sa e kisha buxhetin gjatë periudhës që isha kryeministër, maksimumis as 4 miliard s'ka rrit në herë. Jo. Me është rritur ekonomisë, kanë kalu 13 vjetë që 12 vjetë që nga të që Jo, dyshoj taksat, më fale. Po dyshoj taksat, sigurisht. Këtë dyshoj taksat. Jo, po disha qa dyshoj mu. A e kupton që e ka taksën në ndërtime ka 10 fishue? Krim, ma më thorë. Prapë ndërtimet rritën? Prit. Po ndërtimet rritën, por që të razblejnë. Këtu është problemi. Sepse sa i ka vu, ka vu 10 fishin asaj që kishte. Ne të atonin për projekt, për kosto, si pas kostos ndërtimit, kurse këte të atojnë si pas çmimit të shitjes. Me gjitha të mbetemi ke pensione dhe premtimet e tjera. Edhe Rama ka premtuar rritjen e pensionit. Madje premtimi i tij është edhe më i lartë se sa parashikimi. 2030 thotë. Jo, nuk e thot në 2030-ën. Jo tani, 2030. Edhe për rritjen e taksave, edhe për paqen me biznesin që do të thot lehtësim taksash, apo falje tarifash papaguara, kamatash e borxhesh e tjerë. Nga ndryshoni ju, pse i njëjti premtim që e bën Rama, bëni dhe ju, pse duhet ju zgjedhën juve? Në fakt, Rama po imiton, por Rama prit. Tek paqja sociale, unë kam deklaruar për disa muaj do fal gjobat. E kam thënë atë, do fal gjobat. Pse? Sepse çfarë morali kam unë? Çfarë morali kam unë? Ti kërkoj gjobën atij pse ka bërë kotesën e pulave në borë në fshat. Për çfarë gjobash e keni fjalën? Dhe po i kam thënë gjobat e IKMT-s dhe kamat vonesa dhe gjobat edhe energjisë elektrike. Këto i kam shpjeguar, i kam kategorizuar këto. Rama doli paqen sociale për të sjell parat e trafikantëve. Ate që janë ndaloj me karton të kuq Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, ate tani e futi e ingloboj në këtë aspekt.
Unë jam kundër. Pse? Çfarë na ndodhi ne me narko-euron? Narko-euro është një dramë të mërshme për ne. Po them që ka vra me mira vende pune. Në qoftë se u merrni statistikat e shtetit, e këtij shteti, do të gjeni se eksportet në Shqipëri nga viti 2023 në vitin 2024 janë ulur me 32%. Ka 30 rresht që prodhimi industrial bien nga vitin vit. Që të gjitha, një nga shkaqet themelore për këte është narko-euro. Nga burojnë parat që ushqejnë ekonominë shqiptare? 80% nga droga. është e vërtetuar kjo. Mërkullat ti. Ju jeni të gatshëm ta mbyllni këtë kanal? Me dorë të hekurt. Me dorë të hekurt. Nëse mbyllet me dorë të hekurt, ndërtimi këtu bie ekonomia. Kur e ka mbyll me dorë të hekurt te kanal, rritja ekonomike ka shku 78% të vend. Sa ajo është një para toksike e cila investohet në beton, llogaritet si rritje, por në absolute mjeron shumicën e popullatës. Sepse shkatroj eksportet, po eksportet janë prodhim, eksportet janë punësim. Po të marrë po të mbylli syret me ndosh ekonominë, sektori më punësues është eksporti. Dhe ky doli me teorinë. Jo, thasë një për botën e tretë, u tha fasonve. Si mo që nga për botën e tretë ata, më thape. Për shkoj isha unë, a kishte një uzinë elektronike të klasit parë, me qarqe, të shkurta punonte. Aty me punëtor të vetaj, që nga botë e tretaj. Po edhe roba po të prodhoj, pse që nga botë e treta, më thape. Çdo gjë. Të qëndorim pak, sepse për mua është shumë e rëndësishme sjellja e një qeverie ndaj parasë pisë që ushqen industrinë e ndërtimit, tashmë kjo e pranuar, jo nga ne, si thashë Themnaj, por edhe nga Bashkimi Evropian. Nëse ndërhyhet me dorë të fortë, mendoni që do ketë një lëkundje të fortë e ekonomisë, sepse lejet e ndërtimit mbajnë sot në këmbë buxhetet e shumë bashkive. Absolutisht përkundërzi. Po, është e vërtetë ajo që thotë ti. Pa ajo është një piramida, jo. Është e vërtet, e dishnodh me ato, ta thashun ty. Këta kanë kaluar në taksën jo mbi koston e prodhimit, por mbi çmimin e shitjes. E kanë 10 fishur taksën këta. Kush e paguan atë? Ndërtuesi e paguan, po ndërtuesi ja merr të gjitha qytetarit. Padyshim e shkarkon. Ja merr qytetarit ato, në rëfund kjo. Dhe unë garantoj që shumica ndërtuese në Shqipëri do votojnë për Partinë Demokratike për këtë. Po, ju do i mbyllni kanalin e... kanalin e drogës. Si t'ju mbështesim? Hajde, po pse s'kishte ndërtim gjatë periudhës që ishim ne? Jo në këtë shkallë. Jo, po pse duhet kem unë tregues ndërtimit më të lartë në Europë dhe të më falimentoj njëra mas tjetrës fasone dhe industria, eksporti? Po eksporti është sektor kryesor punësues. Vendem, ju besoj se, po, ka vende që janë zhvilluar kryesisht sepse kanë shpallur politiken ekonomike të orientuar drejt eksporteve. Ne nuk kemi bërë këte, po ne i favorizojmë eksportet, pa diskutim, i mirëpresim, janë jetike për balancin tregtar dhe për gjitha këto. Kështu që ne absolutisht me dorë të hekur do i presim ato. Ka një marrëveshje për tregtinë e lirë mes vendeve të rajonit, dhe kjo ka bërë që prodhuesi shqiptar, kryesisht ai bujqësor dhe agro përpunues, të gjendet në një konkurrencë agresive. Por ndërkohë, vetëm para pak ditësh, në doganën e Qafthanës, 10 kamion me prodhime bujqësore të zonës së Myzeqes mbetën të bllokuar duke rrezikuar të prishen sepse qeveria maqedonëse në shkeljet marrëveshjes gjente artifica për të mos lejuar prodhimet shqiptare të futen në tregun maqedon.